Në prag të muajit të shenjtë të Ramazanit, Akademia Rahma Mersi në bashkëpunim me shoqatën Al Hikma nga Londra ka shpërndar ndihmë ushqimore në kalçeton e xhamisë së Menglit. Sipas drejtorit Xhemal Duka, ndihma do të shpërndahen 350 familjeve të fëmijëve jetim dhe besimtarëve musliman në rrethin e Elbasanit. Tani përveç pak ushqimore, siç e shikon ti aty, shikon çka ka? Artikull shkollor, rroba, ëmbëlsira, do japin edhe 13 lekë vjetra kështu si për fillim Ramazanit. Nga Rahma Mersi bashkëpunim me shoqatën Al Hikma në Angli edhe në Shqipëri. Përfaqësues të shoqatës Al Hikma shprehen se kjo është hera e parë që vizitojnë Shqipërinë dhe vlerësojnë mikpritjen dhe afrimitetin e shqiptarëve, duke u shprehur të jetë lumtur që do të falin sadopak mirësi në këto familje në prag të muajit të shenjtë të Ramazanit. We come to help the Albanian people. Doesn't matter what religion they are, whichever religion, but we come to help. Po marr parasysh besimin që ka, musliman, jo musliman, ortodoks, katolik, të gjithë i mbështesim sadopak, se janë popull që ka nevojë. Neve na vjen kënaqësi, jemi të lumtur kur ndihmojmë sadopak popullin të varfër që ka nevojë njerëzit. There's many rewards we will receive just to help. Edhe sevapi, mirësia dhe shpërblima shumë i madh në këtë botë, në botën tjetër me xhenet, shpresojmë inshallah ti vllai nderuar. It's been a wonderful experience meeting the brothers and sisters from Albania. Mission here is to help the next generation. Qëllimi është që t'i ndihmojmë sadopak gjeneratët që do të vinë të ardhmen në edukimin e tyre. Alhamdulillah, we're here today to meet the orphans. Sot I kemi takim me jetimat tonë në Elbasan. And we want to make sure they have the best of futures, inshallah. Që të shojmë sa më mirë popullin shqiptar në të ardhmen. Ndërsa për familjet përfituese kjo është një ndihmë e konsiderueshme. Shumë të kënaqur jemi. Largoju ndihmon shumë.